يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala ويمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. Që të dalin shesh kur gabojnë muslimanët dhe i bartin pasojat dhe që të kuptohet se kanë më shkatru ata të cilët e kanë luftuar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Amos po llogarit dikush për juve se mundet me hyrë në xhennet pa i ditë Allah subhanahu wa ta'ala ata të cilët bojnë gjihad dhe ata të cilët bojnë durim. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Ju e keni menduar vdekjen para se të takoni atë, e keni pa, jeni përballë me të. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk është tjetër përveç se i dërguar i Allahu subhanahu wa ta'ala. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Edhe para tij ka pas pejgamber. Fa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Nëse ai vdes ose vritet, ju a do ta lëni rrugën? وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. Kushdo që e lën rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam fenë islame, nuk i bën dëm Allahu subhanahu wa ta'ala. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Allahu ka me i shpërbly ata të cilët janë falëndërues. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. Nuk vdes kërkush para shkrua Allahu subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. Kush i dëshiron të mirat e dunjos, Allahu ka më ia dhënë. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا. Kush i kërkon të mirat e ahiretit, ka më ia dhënë Allahu. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Allahu subhanahu wa ta'ala ka më shpërblyer ata të cilët e falenderojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Kjo është përkthimi i ajeteve. Komenti i ajeteve: وَيُمَحِّصُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ. Allahu subhanahu wa ta'ala ua qet në shesh kur muslimanët nuk e kanë zbatuar urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kanë gabuar. Që është në betejën e Uhudit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam disa prej sahabëve i ka porosit që të qëndrojnë në një pozitë të caktuar lufte dhe mos lëvizin nga e pozitë. Sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë atyre: ju në këtë anë, ruajeni këtë drejtim. Edhe nëse na shihni neve se kemi fitu, mos lëvizni. Edhe nëse na shihni neve se kemi humb, na kanë coptu, copa, përsëri mos lëvizni. Pastaj ka filluar betejë dhe fillimi i betejës ka qenë në favor të muslimanëve. Kur kanë zhvilluar luftime dhe mushrikët kanë nisë me u tërheq. E muslimanët kanë nisë me i marë
të mirat e tyre të cilat i kanë lënë fush betejë. Pozita në cilën i përcaktu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam disa prej sahabëve, në disa transmetime kanë qenë 14, në disa kanë qenë 70 vek, në disa ma pak, në disa ma shumë. Ata kanë qenë një pozitë që kanë pa zhvillimin e betejës. Kur kanë pa zhvillimin e betejës, kanë thonë fituan musliman dhe po zbresme edhe ne, po i bashkangjitemi fituarës muslimanëve. Disa prej sahabëve kanë thonë rrini këtu, për shkak se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka porosit. Nëse humbim, mos lëvizni, nëse fitojmë, mos lëvizni. Edhe këtu ka hi përqarja në mes sahabëve. Përqarja jo fetare, jo e çështjeve të fesë, jo e çështjeve të meseleve të fesë, por përqarja apo bim poshtë, apo rrim qëtu kër e ka caktu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pse më ra poshtë? Se fituan musliman. Pse më nejtë këtu naltë? Masi që kanë fituar musliman, me nejtë se kështu në ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ata cilët kanë kërku me zbrit poshtë e kanë pas anën logjike, por ata cilët kanë kërku me nejtë naltë e kanë pas urdhin, argumentin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe feja nuk bëhet me logjik, por bëhet me argument, me porosi nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos lëvizni e rrini qëto. Dhe shumica kanë zbrit, kanë mbet vetëm disa 7 veta, ose 9 veta, ose ma pak, ose pak më shumë. Dhe e ka shfrytzuar rastin ushtria e mushrikëve, masi që kanë zbrit ata cilët ishin në një pozitë për me mbrojt fuqishëm Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët, nga ana e prapme ushtria e mushrikëve kanë deportuar pikërisht në atë vend ku i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mos e lëshoni, dhe i kanë sulmuar musliman në befasi dhe i kanë shpartalluar ashtu sikur që dihet përfundimi i betejës së Uhudit. O liyumahhis Allahu alladhina amanu. Këta duhet me ditë musliman që kanë gabu. Edhe më mësim mos me e kundërshtuar më urdhën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse ky urdhër duket në shikim parë se është urdhër praktik lufte, urdhër taktik i luftës, por kur fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, muslimanëve nuk u takon tjetër vetëm se me zbatu ashtu që shka thonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kur e bën ndryshe, pastaj e merr ndëshkimin. Edhe kushdo që e kundërshton fjalën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ka me u përballë me pasuja. Kushdo që e kundërshton fjalën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ka me u përballë me pasuja. Pasojat e dunjos janë më të lehta se sa me u përballë me pasojat e ahiretit. Dënimi i dunjos është më i lehtë se sa me të kap dënimi i Allah subhanahu wa taala në ahiret. Dhe ka shumë argumente të tjera që kur kundërshtohet suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vjen ndëshkimi. Kur që përmbahet suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e merr shpërblimin. Dhe rregull e vlerë për të gjithë muslimanët, sikur që ka vlerë për këta që kanë qenë në pikë të rëndësishme në Uhud. Ju qëndroni ashtu që shka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka bëhet, mos u mërzitni për atë punë. A vritën gjithë sahabët me gjithë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, a fitojnë, a coptojnë, a mytën, ju mos u lëvizni nga ajo që ju ka thonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. E kjo është me qenë në rob i Allah subhanahu wa taala dhe pasuesi sunetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam.
Me qëndru në atë që ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pa marrë parasysh çka ndodh. Ndodhi keq, ndodhi mirë, ndodhi fitim, ndodhi humbje. Ju qëndroni në ashtu që ka thënë Allahu dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se qëndrimi në argumente nuk është i lidhur ndodh mirë, ndodh keq. Qëndrimi në argumente është i lidhur në do me fitu shpërblimin e Allahut në ahiret, a nuk do me fitu. Kush do që i përbohat teksteve, çka do që ndodh me ta, ata kanë me fitu e xhenetin. Kush do që nuk i përbohat teksteve, çka do me fitu në këtë dunjë, apo kanë me fitu xhenemin, se sen s'fitojnë hiç. Wa yahqa al-kafirin, edhe Allah subhanahu wa taala gjithashtu u ka bërë qartë që mushrikët kanë me humbë prej Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Am hasibtum an tadkhulu al-jannata wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Ama s'mendu se keni me hyrë në xhennet pa Allah subhanahu wa taala, pa i ditë Allah subhanahu wa taala ata të cilët bën jihad fi sabilillah dhe pa i ditë ata të cilët bën durim. Pra, nuk mundën me hyrë besimtarët në xhennet pa punë, pa angazhim për fe, se ekziston mundësia hiç. Kushdo që menon se ka me hyrë në xhennet pa punu, në të harron se s'mundet me hyrë. Edhe kush menon se ka me hyrë në xhennet pa sprovu, në të harron se s'ka me hyrë. Se këto janë ligje që Allah subhanahu wa taala i ka qitë për pejgamberët e vet, e lema për tjerët. Për më të dashurit e vet, e lema për tjerët. Për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, lema për tjerët. Pejgamberi duke qenë Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka pas detyrë me shkuar në Uhud, në Bedr, atje për hir të Allahut subhanahu wa taala. Kush ka përparësi tashmenet, kur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam s'ka pas drejt, kush don me pështuar pa u sprovu, kurse pejgamberi s'ka pas mundësi, atëherë të janë veç iluzione rrena me cilat e ushqejnë disa njerëz veten, edhe njerëzit të cilët i ndëgjojnë e humbin veten edhe i humbin ata, për shkak se kjo nuk është feja të cilën e ka zbrit Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet Kur'anit dhe Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë në dunjë, mirë në ahiret, këta veç feje do të melon. Lene këtë feje se ju s'keni feje. Nuk është e mundshme me qenë në këtë dunjë pas prova edhe me shkuar drejt në xhenet për marak. Kjo është rrem, kjo është iluzion. Kush e bën kështu njerëzit edhe veten, është devijim në dunjë dhe në ahiret. Por sprovat e vështira kanë edhe njeriu mund të pas dëshirë dhe me vdek, çaq se janë të vështira sprovat, por megjithatë duhet me u përball me atë që Allah subhanahu wa taala ka caktuar për gjithë secilin prej neve. Wa ma Muhammedun illa rasul. Dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk është asgjë tjetër përveç se pejgamber i dërguar. As një cilësi nuk e ka të Allahut, vetëm i ka të gjitha cilësitë njerëzore të krijesave. Por për dallim nga njerëzit e tjerë, ai është i dërguar i Allahut subhanahu wa taala. Pejgamber që Allah i ka folur, i ka zbrit shpallje Kur'an, e ka urdhëruar me vahi, pa dukhalet min qablihi ar-rusul, edhe nuk është e çuditshme, se plot ka pas pejgamberët para atina, nuk është ky vetëm. E fa imata qutila qalabtum ala aqabikum, nëse ai vdes ose vritet, a do një mërshu rrugën? Po nuk do të mërshu rrugën. Edhe nëse vdes, edhe nëse vritet, i dërguari i Allah subhanahu wa taala, Islami vazhdon. Për të duhet me ditë gjithë secili, edhe pa besimtar duhet me ditë. Ndjekjet kokave të muslimanëve edhe vrasjen e tyre kur gjos në bën Islamit hiç. Bash sen hiç në bën Islamit. Se jo, o dhecit e muslimanëve, po pejgamberët e tyre me i vra, apet Islami ka vazhdu. E fa imata qutila qalabtum ala aqabikum. Nëse vritet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ose vdes, çka keni me boju? Këto me vazhdu apo ç'është? Në betejën e Uhudit është përhap lajmi i rreshëm se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam u vra.
kur kanë dëgjuar disa prej sahabëve, janë mërzit, dhe kjo është e zakonshme. Me që janë mërzit, janë ullë, prej mërzis madhe s'kanë vazhdu me luftu. Disa sahabë tjerë kanë thonë, çka u bë me juve, qeni ullë, po u vra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E thonë, kofdra, shka po ju vini juve me jetua mas tina pra. Qëno? وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. Dhe kushdo që e lëshon rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për shkak se u vra ky, u vra pejgamberit, diçka, ai veç i ka bën zarar vetes, se fejes nuk i bën zarar kurrësh. Sa murtedi e ka çufer, e sa Xhamini ka lëshue urdhat e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për shkak të humbjeve, të frikës, të kërcënimeve, kur gjë nuk i bën keq fes, as kur gjë s'mund me bë keq Allahu subhanahu wa taala. Pos i bën keq vetes vet, për shkak se humbën fen. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Allahu ka me shpërbly ata cilët durojnë. Ata cilët e falenderojnë Allahu subhanahu wa taala. Dhe falendrimi më i madh ka qenë Allahu subhanahu wa taala për Islam, që na ka udhëzuar në Islam, dhe pastaj që na ka udhëzuar sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe me lëshuar këtë fe kursesi, por veç me vazhdu me qenë edhe ma besimtar, sa edhe që sprovohet besimtari me u bë edhe ma i fort në besimin e vetë. Sa edhe që e kupton se mushrikt e kanë për qëllim me nal fejnë Allahu subhanahu wa taala, ky bëhet edhe më i fortë. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. Pos keni më shkatut nëse vdekja është veç me caktim, me kader të Allah subhanahu wa taala, mos të thotë se si vjen vdekja kërkuj për para vaktit. Mos i merrni fatva të iblisit, të përati mos më lëzu ma, as më shku më lasë mos në i zhaba nësen preket helman. Nuk vjen vdekja veç se kur e ka caktuar Allah subhanahu wa taala. Kur ish? وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. Nuk mundet me vdek njeriu edhe me dash vet, edhe me dash krejt bota, me vdek dikush, ai nuk vdes. Illa biidhnillah, përveç masi që leja Allah subhanahu wa taala, se shpirtin nuk e merr njeriu, shpirtin e merr Allah subhanahu wa taala me porosi. Kitabën muajjala, vdekja është e përcaktuar. Hala para se me linë në këtë dynja, është e përcaktuar kur kena me vdek. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Vdekja nuk shpejtohet as në moment, as nuk mundet më vanu. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها. Kush dëshiron me fituar dynja, ani merret dynja. Ama të Allah subhanahu wa taala s'ki e kur gjejsh. ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها. Kush dëshiron me fitu ahiretin, e merr ahiretin. Kush punon për me marr dynjan, edhe e lën ahiretin, ka me marr dynjan, se ka dhënë angazhim për te, ka me dhënë Allah. Kush punon për me fitu ahiretin, ka me fitu ahiretin. Ose në gjëzi shakirin, Allah subhanahu wa taala ka me shpërblyje ata të cilët janë falendërues ndaj Allahut, pra ata të cilët bojnë punë të ahiretit, e falenderojnë Allah subhanahu wa taala që u ka mësuar në bëj punë të ahiretit, dhe Allah ka me shpërblyje për falenderimin dhe për veprat e tyre. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum, astaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.